Kjo që do të tregoj tani është një nga dhuratat më të veçanta që kam marrë ndonjëherë në jetën time, edhe që do ngelet shumë gjatë në memorien time. Kjo është fal një vajze e cila më ka kontaktuar rastisht, ka parë një video time këtu në Instagram edhe bënte punime jashtëzakonisht të bukura dhe përveç saj ka një histori tepër të veçantë që ngele në memorien e çdo kujt. Dhe një kujtim që nuk harrohet kurrë. I kam dërguar vetëm një këmish dhe ajo ka bërë këtë. Kjo është këmisha babit tim. Edhe shikoni pak. Nuk i besoja dot syve. Tu do ta kem gjithmonë me vete. Këtu ka vendosur edhe papull, sepse ne kështu i thrisnim. Dhe do ta mbaj gjithmonë tek rafti i punës. Dhe do ta përshëndes çdo mëngjes dhe sa herë të mbaroj punën. Dhe jam e sigurt që do më mbroj sa herë që të jem në orarin e punës, duke ditur që profesioni jon e ka një këmbë gjithmonë në rrezik. Shumë faleminderit. Nëse dëshironi do vendos poshtë edhe tagun e gocës, nuk është reklam, por doja ta ndaja me ju, sepse është shumë e veçantë për mua. Dhe nëse dikush ndodhet në të njëjtën situacion, jam e sigurt që do të ndryshoj ditën, por edhe ndjesitë do t'i keni gjatë gjithë kohës, sikur ta kishit aty, por në një mënyrë tjetër.